Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, veçanërisht mbi protestat dhe sa gjasa ka që ato ta rrëzojnë Edi Ramën nga pushteti, duke nisur veçanërisht me sezonin e ri politik. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar mikun e podcastit ton, zotin Grid Roy, pedagog i shkencave politike në Universitetin CUNY në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Roy, në optikën tuaj, si keni parë protestat që nga fillimi deri më sot dhe sa gjasa ka që këto protesta duke nisur në shtatorje tutje të rrëzojnë nga pushteti Edi Ramën? Pra, a e shikoni tek këto protesta një korac, po themi të atill politike që mund formohet për ta rrëzuar vërtet kryeministrin e Shqipërisë? Unë që në fillim i kam parë këto protesta më gjerë se sa thjesht protesta për të rrëzuar njërin apo tjetrin. Këto protesta, mënyra se si filloi dhe mënyra se si janë mbajtur për ditë dhe mënyra se si janë zhvilluar, na tregojnë që Paria e Tiranës dhe ajo që ka bërë Paria e Tiranës, e cila sot është nën kryesimin e Edi Ramës si kryeministër, ka dështuar. Projekti i saj politik, ekonomik dhe shoqëror është më se i dështuar dhe kjo po bëhet përditje më e qartë për sa më shumë qytetarë të mundur. Përveç kësaj, Paria e Tiranës tani më nuk ka zgjedhje tjetër përveç se ta shes Shqipërinë, ta jap Shqipërinë me koncesione në atë fillim dhe tani ta shes krejtësisht. Në një vend ku Paria e Tiranës ishte fillimisht pronar, tani më nuk është më as pronari. Shqipëria ka kaluar në duart e sindikatët ndërkombëtare të krimit dhe si tillë tani më roli i Paris nga kontrollues të pushtetit është tani më thjesht në sekser të pushtetit, në qehallar të pronarit madh, janë të detyruar që të mbyllin syt, të mbyllin veshët, të mbyllin gojën dhe të bëjnë atë që i detyrohen pronarëve të tyre të mëdhej, me një objektiv të vetëm në mendje që është pasurimi i vetes për parinë. Ndërkohë këtë po e kuptojnë shumë më shumë shqiptar dhe ky është thelbi i këtyre protestave. Pra shqiptarët kanë kuptuar që sistemi është jo thjesht i kalbëzuar, por i ndërtuar kundër shqiptarëve, i ndërtuar kundër nesh, kundër gjithkujt që ndjen veten shqiptar. Sistemi nuk është thjesht oligarkik, po është i kapur në të gjitha hallkat e veta. Dhe është interesat ekonomike të Shqipërisë janë shitur prurësit më të parë dhe në këtë rast sindikatët ndërkombëtare të krimit. Situata shoqërore nuk është thjesht e dëshpëruar, nuk është thjesht që ka përfunduar arsimi, ka përfunduar në shëndetësia, kanë ikur të gjitha në drejtim të paditur, janë kthyer të gjitha në sekserllëqe për para dhe çdo gjë e mirë që mund të bën te një shteti shqiptar nuk e bën më. Të gjitha këto kanë dhe vetëm një burim, e cila është Paria e Tiranës. Dhe si të tilla protestat janë kanalizuar kundër sistemit, në ndryshimin e sistemit, në krijimin e një sistemi të ri, politik, ekonomik dhe shoqëror, që do të ishte në gjykimin tim sistemi më i mirë dhe më i duhur për shqiptarët sot është shtetkombi, ose për ta thënë më thjesht që ta kuptojnë të gjithë, se ndoshta fjala shtetkombi tremb disa njerëz, një shtet i shqiptarëve për shqiptarët. Pra, ky është thelbi i asaj që kërkojnë protestat. Pavarësisht se brenda protestave pastaj ka grupime të ndryshme, sigurisht që Paria e Tiranës është përpjekur me të gjitha mënyrat e veta që ta kontrollojë këtë protestë. Brenda protestës ka, siç e kemi thënë më parë në këtë podcast, grupet e ushujzave që pinë gjak nga protesta, që janë pjesë të politikës aktive, ka shumë të tjerë që punojnë për njerëz që nuk janë tani më në politikë aktive, që janë burg si Ilir Meta dhe Erion Veliaj, të cilët janë duke punuar fort brenda protestës, por ajo që vlen dhe ajo që ka mbetur gjatë gjithë këtyre ditëve dhe muajve të protestës është se shpirti i protestës është i duhuri. Shpirti i protestës është ai që shqiptarët nuk duan më të jetojnë si sklever, jo më larg se sa sot kryeministri doli dhe u tall me emigrantët që rikthehen në Shqipëri, të cilët kërkojnë një sistem të ri. U tall sepse është vetmi segment që Paria e Tiranës ka frikë realisht, sepse diaspora është i vetmi segment që nuk kapet dot
nga interesat e Paris, pavarësisht se ata I kanë dërguar njerëzit e tyre në gjitha vendet e mundshme dhe në të gjitha organizatat e diasporës të mundshme, por ka një shpirt pasërtie tek diaspora shqiptare në përgjithësi, e cila mund ta rrezikojë parin. Tani nga kjo duhet dalim edhe në një pikë tjetër që është e rëndësishme për të thënë. Kjo protestë deri më sot nuk kam rritur dot të krijojë mesazhin e qartë për një shtet kombë të shqiptarëve. Brenda saj ka shumë njerëz të cilët e kuptojnë, sheshi sipas eksperiencës time e kupton në pikpamje të ndjesive se shteti I ri I shqiptarëve duhet jetë për ne I ndërtuar në mënyrë të ndryshme nga ky I sotmi e të tjera. Por nuk është artikuluar qartë, nuk ka artikulim ende të qartë dhe të futur në një linjë të qartë ideologjike të protestës dhe ende po ka përplasje brenda saj për linjën dhe për vijen ideologjike të protestës. Unë mendoj që vjeshta, shtatori që t'jemi më të saktë, do t'jetë pjesa ku do të ndahet shapi nga sheqeri. Ose shqiptarët, ata që ndjejnë veten realisht shqiptar, do të rebelohen në mënyrë qytetare dhe do t'i kundërvihen kësaj parie me të gjitha llojet dhe format e mundshme. Që nga bojkotet, që nga të gjitha llojet e tjera, ose kjo protestë do të përfundojë në një protestë që I shërben shumë pak shqiptarëve dhe mund t'i shërbej kujtdo tjetër. Le të mos harrojmë që paria e Tiranës është jo vetëm që duke e shitur vendin, jo vetëm që e ka rënuar vendin ekonomikisht duke ndërtuar një ekonomi oligarkike, jo vetëm që I ka skllavëruar shqiptarët, por është duke I hedhur të gjitha hapat për krijimin e një konflikti me bazë fetare, sektare, rajonale, etnike në Shqipëri, I cili do të jetë shumë më I frikshëm se sa ajo që mendojnë njerëzit. Pra, nuk është thjesht çështje që a do ta heqim Edi Ramën nga pushteti, gjë që ai nuk ka merituar kur të jetë në pushtet se vetëm një popull kaq gjeneroz, kaq bujar, siç jemi ne shqiptarët mund të jepte atij 20 e kusur vite pushtet. Ati dhe Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe gjithë tyre tjerëve, plerave të tjerë të kombit shqiptar që na kanë drejtuar në këto 36 vite. Por problemi themelor është mbijetesa e shqiptarëve. Nëse shqiptarët duan të mbijetojnë si një komb me gjak, me etni, me histori, duhet që të rebelohen sot. Jo nesër, jo pas nesër, jo mbas pushimeve, jo mbasi të kthehen nga fundjava, jo mbasi të kenë kryer ca punë të vogla se ashtu e kam një hall, duhet të rebelohen sot. Nëse nuk ka ndjeshmëri për këtë punë, atëherë paria do ta ketë thjesht që ta anashkalojë protestën dhe të krijojë kushtet që kjo protestë jetë njëra nga shumë gjërat e tjera, siç protesta në Shqipëri ka pasur gjithmonë. Puna është që kjo ka tjetër thelb. Kjo protestë ka tjetër bosht, ose duhet të ketë tjetër bosht. Dhe këtë do të tregoj vjeshta. A mendoni se paria po përpiqet që ta përçajë protestën, ta kap, ta shantazhojë apo ta përdorë për interesat e saj, duke qenë se së fundmi ka pasur edhe përplasje fizike në protestë? Unë nuk do ndalesha shumë tek përplasjet fizike, mua më duket një lloj papjekurie disave dhe keqdashësie disa tjerëve që ende ka probleme në shpërndarjen e mesazhit dhe në shpërndarjen e mikrofonit. Nuk duhet të jetë kjo protestë në këtë lloj niveli, është një nivel që I volit jashtëzakonisht shumë Paris Tiranës. Niveli I protestës duhet të përqendrohet thelbësisht tek ideologjia. Dhe ideologjia është ideologjia është shqiptarët kanë nevojë për shtetin e tyre. Unë dhe kolegët e mi e quajmë shtetkomb, kemi mbi 2 dekada që e themi, kemi ardhur në Tiranë, kemi publikuar materiale, pra është një zgjidhje ideologjike nga e cila nuk mund të shmanget dot më askush. As ata që janë armiqtë e saj, dhe ata e kuptojnë që I vetmi armik për parinë e Tiranës sot është shteti I shqiptarëve ose ai që e kemi quajtur shtetkombi, se e kuptoj që shumë njerëz kur I thua shtetkomb nuk arrin ta konceptojnë dot dhe e shohin pak si të çmendur, si të çuditshme. Mund ta themi me pak fjalë, është një shtet I shqiptarëve, një shtet që na shërben ne, që I shërben interesave tona, që
krijon kushtet për gjithëkënd për të jetuar me nder në Shqipëri, që krijon kushtet që shqiptarët mos ikin, po të rrinë, e të rikthehen, edhe çdo energji shqiptare të konsolidohet brenda shtetit ton dhe shteti të jetë një instrument në mbrojtje të interesave të shqiptarëve dhe jo i kapur nga sindikata ndërkombëtare e krimit. Pra do ta shihja me pak kujdes këtë punën e raportimit të konflikteve sepse nuk besoj që janë thelbi. Ajo çka është thelbi është që brenda protestës ka grupime të ndryshme nga paria, se tani do t'i kthem pyetjes tuaj drejt për drejt. Sigurisht që ka grupe brenda protestës me interesa të ndryshme. Paria e Tiranës me shumë gjas do të fillojë ta kanalizojë për ditë më shumë këtë, siç është përpjekur deri më sot, këtë protestë nga çështje dytësore, tretësore ose të nivelit 4. Do ta quajnë, kanë filluar ta quajnë revolucioni flamingo e të tjera. Nuk problemi i shqiptarëve themelor nuk janë flamingot, as lejlekët, as sorrat dhe as korbat. Të paktën kishin gjetur diçka më të këndshme se sa flamingot. Flamingot janë të bukur për t'u parë, po nuk është ai problemi i shqiptarëve. Problemi i shqiptarëve thelbësor sot është skllavërimi i tyre. Dhe kjo duhet thënë me vendosmëri shumë të madhe. Shqiptarët janë kthyer në sklever të Parisë. Shqiptarët, edhe ata që jetojnë mirë, edhe ata që shkojnë në restorante të shtrenjta, të gjithë janë sklever të një sistemi, shumë kush e kupton, e shumë kush tjetër nuk e kuptojnë, por pavarësisht nëse e kuptojnë apo jo, shqiptarët janë sot sklever në vendin e tyre. Sepse sklavëria nuk ka të bëjë vetëm me mungesën e bukës përditshme, as me mungesën e parave, as me mungesën e botoksit të përjapshëm ose të përmojshëm. Sklavëria është mendore, sklavëria është një gjendje ku njeriu nuk bën dot atë që ndjen, atë që dëshiron në vendin e vet dhe në shtëpinë e vet. Kjo është sklavëria që i ka kapluar shqiptarët dhe kjo protestë, nëse nuk drejtohet si një usht me një maj shumë të mpret kundër këtij sklavërimi të tmerrshëm, është një protestë që nuk do të ketë një vlerë të madhe historike, por un kam besim që në shtator do të ndahet shapi nga sheqeri, do të shihet nëse shqiptarët do të vazhdojnë me këtë apati të pashpjegueshme, me këtë apati që nuk arrin dot ta kuptojë askush. Domethënë, sigurisht që unë e kuptoj analitikisht, e di sepse nuk ngrihen njerëzit e të tjera për arsye të interesave të ngushta, por kjo mosparja e interesave afatgjata të vetes, të fëmijëve, të brezave të ardhshëm është e pashpjegueshme. Në shtator ka vetëm një zgjidhje, ose do të ketë ndërgjegjësim drejt rebelimit të shqiptarëve, që të mos ta pranojnë më si të dhënë, si diçka që nuk mund të ndryshohet thelbësisht, ose pastaj do të shkojmë drejt një lufte me përmasa sektare, me përmasa fetare, se tani shqyqyr brenda Shqipërisë kemi disa lloje shtetesh të ndryshme, të cilat janë ligjëruar, i ligjërojmë ne sepse kemi një popull më bujar në botë. Ku ka në një shtet tjetër që të vitë sjellë njerëzit e vet, krijojmë shtet brenda shtetit shqiptar, ne i ftojmë të gjithë dhe askush nuk reagon, dhe të gjithë rrinë kafeve, dhe të gjithë rrinë restoranteve, e të gjithë shkojnë me pushime andej këtej, dhe problemi kryesor që kemi ne shqiptarët nuk flitet as në media as kur punë tjetër. Ndaj dhe sot po duhet të jem shumë i përqendruar dhe shumë i drejt për drejt. Shumë shpejt shqiptarëve do t'i duhet paguajnë llogaritë. Brenda disa pak viteve, kjo që po themi sot do të jetë pjesë e agjendave të ditës dhe atëherë do të jetë shumë vonë. Zoti Roy, për të ndalur pikërisht në këtë pikë, ju si e shikoni krijimin e shtetit Bektashi, ku sipas medias franceze Intelligence One bëhet e ditur se shteti Bektashi po shkon drejt krijimit të tij dhe po përfundon ato detajet e mbetura. Në këtë rast, çfarë fshihet pas krijimit të këtij shteti dhe si është e mundur që Shqipëria, një vend kaq i vogël, të lejojë krijimin e një shteti Bektashi brenda shtetit të saj? Pikë pari duhet të thënë dy gjëra, që ta kemi kuptimin e njëjtë për atë për çka po flasim. Kjo çështja e të ashtu quajturit shtet Bektashi nuk është çështje e tanishme, është një projekt antikombëtar, antishqiptar, i cili ka filluar që në kohën kur kryeministri ishte Ilir Meta, dhe i cili është
vazhduar me qetësi, pa u lodhur shumë në të tjerët, pa u kuptuar shumë nga shumë kush, janë vendosur piketat që të vim sot këtu ku jemi dhe në momentin kur i duhet pronarit real të shtetit shqiptar dhe shumë interesave të tjerë rreth e rrotull, por në asnjë lloj mënyre interesave të popullit shqiptar, në këtë moment del dhe vendoset, është një çështje e mbyllur tani më, ajo është vendosur derisa një gazetë franceze del dhe e paralajmëron, tregon që shërbimet e huaja kanë informacion shumë më tepër se sa ai sa del në gazetë. Ajo që mund thuhet me shumë qetësi për këtë ta shtuqojtur në shtet Bektashi, është një projekt antikombëtar, antishqiptar, është njëri nga projektet e tilla, sepse le të mos harrojmë që në Shqipëri çdo lloj shërbimi ka çerdhe kudo. Tirana është si Berlini i luftës së sot. Pra kemi çerdhe të shërbimeve të huaja të cilat punojnë haptazi në një han pa porta, pa i penguar kush. Pra në Shqipëri është kollaj të organizohen gjëra të tilla. Le të mos harrojmë që në Shqipëri kemi disa gjëra të tilla, nuk është i pari organizimi i tillë ky. Sot kemi shtetin Bektashi, më parë kemi atë mund ta quajmë shtetin e Manzës, ku janë revolucionarët iranian, të cilët funksionojnë si shtet në vete. Kemi shumë gati edhe shumë projekte të tilla. Kemi kantonizimin e Shqipërisë që po ndodh me reformën territoriale. Kemi praktikisht njerëzit të cilët po dalin haptas për krijimin e një kantoni katolik, për ndarjen e shqiptarëve me baza fetare, sidomos në veri, po të shohësh qytete si Shkodra, për shembull, ndarjet janë me thik. Unë sapo e vizitova Shkodrën, ndarja midis komuniteteve fetare në Shkodër është bërë e frikshme, është bërë një nga problemet ka qenë historikisht, por kur ka qenë shumica muslimane në qytet, ka qenë më pak e ndihshme. Tani që ka ndryshuar raportet midis feve në qytet, ke një ndarje me thik, e si Shkodra ke edhe vende të tjera, pra po hidhen bazat e një kantoni katolik, sigurisht që kisha ortodokse greke që maskohet si autoqefale shqiptare, pavarësisht se kanë bërë një kukull atje, një ish musliman si kryetarin e saj, ata janë të gatshëm me pjesën e vet, me kantonin e tyre. Sigurisht që vllahët e kanë gati projektin e tyre për një krahin me shumicë vllahe, të cilët e patën publikuar hartën që në vitet 2010-2020. Pra në Shqipëri ke komunitete të jashtëzakonshme etnike, në Shqipëri doli që na duhet konsullat serbe edhe në Shkodër dhe ministri i jashtëm me shumë qetësi i tha gjithë shqiptarëve që edhe në Shkodër do ta ngrem konsullatën serbe se na duhet, sepse do të japim reciprocitetin Serbisë me Preshevën edhe me Bujanovcin, e të tjera. Pra po u hap kjo lojë, siç po e hapin këta. Në Shqipëri, mos e harrova, kemi gati projektin e të shtuqojturit e Piri Veriut. Pra, janë të gjithë gati që në momentin që kjo bëhet precedent, se njerëzit duhet ta kuptojnë, në politikën ndërkombëtare, gjërat funksionojnë me precedent. Nëse diçka pranohet sot, atëherë bëhet më nga dikush, bëhet më e pranueshme nesër për një diçka tjetër. Sepse në momentin që e ke pranuar një herë, nuk mund të thuash që herën e dytë që unë nuk e pranoj dot më këtë. Dhe pranimi i konceptit, pranimi i parimit, të krijimit të një shteti nga hiçi, me konturet se pas sot kishte një intervistë të një gazetari që thonte që jo, po kjo është statusi i tyre më parshëm, këto janë të gjitha në atë që quhen anglisht bull, më falni për shprehjen, po janë të gjitha rrena që ju hidhen syve ju shqiptarëve, sepse mendojnë që shqiptarët janë ignorant dhe nuk kuptojnë dhe kaq din këta dhe jep ju këtyre një tagji që të hanë, jep ju këtyre që të hanë pak paçe dhe pilaf, edhe në darkë të shkojnë të bëjnë ca punë të tjera, të cilat nuk mund thuhen këtu publikisht dhe janë të kënaqur këta. Nuk funksionon ashtu, nuk është realiteti, është një gënjeshtër e trash, nuk ka lidhje çështje statusi ndërkombëtare të tjera. Këtu po krijohet një shtet me interesa të qarta, me monedhë dhe me interesa të qarta që të shpërlahen parat e gjithë botës. Ky është një projekt i shtetit i sindikatës ndërkombëtare të krimit për të pastruar parat e gjithë botës në Shqipëri. Pra Shqipërinë mirë se lavatriçe,
po do ta bëjmë lavatriçe bashkë me nevojtore, pra do ta fusim makinën larëse të rrobave, atë më të ren që vjen nga nuk di se ku, domethënë nga firmat më me emër, se sigurisht i marrin firmat me emër, do të fusim dhe do të kemi banka aty brenda që do të funksionojnë si lavatriçe të parave të ndyra që vinë nga e gjithë bota. Ky është projekti dhe ky projekt do të hap shumë kanale, siç e thash më sipër, dhe ky projekt rrezikon të na çojë në një luftë të frikshme fetare e cila është shumë më afër se sa kujtojnë njerëzit. Është shumë më afër sepse po shtyhet nga shumë anë, jo vetëm në Shqipëri, po shtyhet edhe në troje tjera shqiptare, por me që po flasim për Shqipërinë sot, ka shtysa pafund për këtë. Dhe të vetmit që e denoncojnë dhe që e thonë këtë ashtu siç është, jam unë edhe 2-3 kolegët mi. Dhe është askush në Shqipëri nuk guxon që t'i thotë këto kaq haptot dhe nuk flitet në media për këto. Gjithë gënjejnë, i hedhin tagji popullit shqiptar sepse e konsiderojnë skllav. Për këtë duhet protestojnë. Për këtë duhet rebelohen. Ose do pranojmë që shqiptarët, ata që mendojnë se janë shqiptar në brenda shtetit shqiptar, janë sklever dhe për disa gjenerata do të jetojnë të tillë për sa kohë që kanë të hanë, të pinë, një shtëpi të bukur, 2-3 piktura të kopjuara ndaj këtej. Në këtë rast, cilat janë ato shtete që kanë interes që të krijohet shteti Bektashi në Shqipëri dhe a ekziston një skenar i shkombëtarizimit të Shqipërisë dhe që e vendos vetë Shqipërinë në pikpyetje vetë ekzistencën e saj? Krijimi i shtetit Bektashi është një sipërmarrje e disa interesave të ndryshme të cilat konvergojnë tek shteti Bektashi, tek krijimi i këtyre. I intereson Greqisë, siç e thash më sipër, për çështjen sepse hap rrugën e të ashtu quajturit të Piri Veriut. I intereson Serbisë sepse jep paralelen e Zajednicës në Kosovë dhe të krijimit të një enklave autonome brenda Kosovës. I intereson shumë kujt tjetër, intereson sindikatët ndërkombëtare të krijimit sepse ju jep atyre instrumentin e qartë të pastrimit të parave. Pra, është një konvergjencë e të gjitha interesave antishqiptare, të cilat në shtetin shqiptar bëhen shumë kollaj sepse e gjithë paria e Tiranës janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, se s'po dua ta them atë fjalën tjetër me ulje pantallonash, të bëjnë gjithçka për të ruajtur pozitën e tyre, për të ruajtur pushtetin e tyre, për të fituar paratë e tyre dhe për të ofruar televizioneve, siç bën kryeministri që edhe kur është me pushime dhunon njerëz, po pak rëndësi kanë këto gjërat e vogla, këto janë hi syve njerëzve. Dhunoj apo jo, apo usollkeqja e gazetarit atje në Vuno, është një çështje tretësore. Nuk ka kush interes shumë për këtë punë. Çështja thelbësore është që shqiptarizimi i Shqipërisë nuk është më thjesht një ushtrim teorik, është një praktik e vendosur në zbatim. Shqiptarëve ka të paktën 25 vite, a 30 e kusur vitet që ju thohet, nëse doni, qëndroni. Nëse do qëndroni me rregullat tona. Do të rrini si sklever ose do të rrini si kriminal. Do të silleni në mënyrë kriminale të paktën një herë në ditë. Edhe njeriu më që sheh veten më së largu nga krimi, përdor paranë e krimit, përdor ekonominë e shkallës së krimit, përdor gjithçka që është e lidhur me krimin dhe bën një poshtërsi të vogël në ditë. Kjo është mënyra për të jetuar mirë në Shqipëri. Të gjitha të tjerat janë prralla. Të gjitha të tjerat janë prralla me bisht. Ose nëse nuk pranoni këtë, atëherë do të largoheni. Do të zbrazet Verilindja, do të zbrazet Juglindja, do të ripopullojmë o me Bangladesha sepse na duhen sklevrit në Tiranë për të na pastruar shtëpiat dhe për të na punuar në për ato gjërat që nuk duam t'i bëjmë më ne, dhe në për këto vende tjera do të ripopullohen me etni të tjera, do kryejmë bazamente etnike të tjera dhe do të hapim lojën që në Shqipëri pastaj kemi një shtet revolucionar iranian, një shtet Bektashi, kemi një shtet vllat, kemi një shtet harrova bullgaret, se kemi edhe bullgarë në Shqipëri, maqedonasit, cilët as pyesin fare për flamurin dhe për himnin shqiptar. Pra në Shqipëri kemi pakica pafundne. Dhe po të vi puna aty, bjerit i bim, hipja kalit, zbritja kalit, ne jemi mësuar me këtë punë. Mirë po,
kjo është, domethënë, ndoshta njerëzit mund edhe të qeshin e të zbaviten me 2-3 batuta që mund thot dikush në një podcast, po kjo nuk është çështja. Ky nuk është problemi. Problemi është që Shqipëria po të shqiptarizohet. Problemi është që shqiptarët që ngelin brenda Shqipërisë po janë skllavëruar. Çështja është a do të rrinë kështu apo do të vazhdojnë një rrugë me nder ku nuk do ta kenë aq të kollajshme, por të paktën do të jetojnë me nder, të paktën fëmijëve dhe nipërve tyre, të mbesave, do t'ju japin mundësinë që të jetojnë me nder. Kjo është çështja. Këtë duhet zgjidhin shqiptarët në këtë vjesht jashtëzakonisht shumë të nxehtë. Ajo që duhet të jem realist, nuk është fort optimiste, nuk të lë vend për optimizëm, por unë kam thënë edhe herë të tjera, unë nga natyra jam optimist për popullin tim dhe gjithmonë dëshiroj të besoj që shqiptarët do ta gjejnë një rrugë zgjidhje dhe pres të shoh nëse në vjesht do të ketë realisht reagim apo do t'i lënë vetëm ata dje me vajza që janë atje në shesh, të cilët po sakrifikojnë me thënë drejtën, për të pavarësisht se sa të qartë ose të paqartë janë, sakrifikojnë për ditë për të dhënë një mesazh, për të dhënë një kushtrim për shqiptarët. Tani është pyetja që kërkon përgjigje është a janë shqiptarët, a meritojnë shqiptarët këtë lloj impenjimi të atyre djemve dhe vajzave, a do t'ju bashkohen ata masivisht, a do t'i lënë rehatit e vogla, a do t'a lënë restorantin në darke, a do t'a lënë kafen e bukur, a do t'a lënë nuk e di se çfarë dalje në për fundjava, weekende, dhe do të vendosin që sot është momenti që të rebelohen kundrejt një shteti i cili vetëm të mirë nuk ju bën shqiptar. Zoti Roy, në këtë rast, duke qenë se siç thatë pak më parë, kjo është një agent prej shumë vitesh, sidomos pjesa e rastit të shtetit Bektashi. Në këtë rast, politikanët shqiptar kanë zbatuar direktivat që vijnë nga Beogradi dhe Athina dhe janë thjesht marioneta të tyre? Politikanët shqiptar kanë vetëm një interes. Interesi i tyre është të pasurohen. Për ta thënë në gjuhën popullore është paraja. Nëse diçka lidhet me para, ata janë të interesuar. Mirë po, këtë lloj mendësie që nuk po rrim të analizojmë se po t'i hyjmë analizës na duhet një podcast një orë tjetër që të merrem vetëm me atë punë. Kjo lloj mendësie që rrjedh nga ata nga kanë ardhur, si janë rritur, çfarë lloj mangësish kanë pasur në rininë e tyre të hershme, cilat janë komplekset e tyre të brendshme etj, siç thash, do duhej një orë për të analizuar nga pikpamja psikologjike këtë, se pse sillen ata kështu. Kjo lloj mendësie, kjo lloj sjellje i bën ata jashtëzakonisht shumë të manovrueshëm për çdo. I bën për Sindikatën Ndërkombëtare të Krimit, të cilës janë ulur në gjunjë, dhe janë thjesht shërbëtorë të saj, i bën për interesat antishqiptare, siç e përmendet ju, Serbia, Greqia, edhe më larg se sa aq, kushdo që vjen në Shqipëri i hapet dera. Të vetmit njerëz të cilët e kanë derën e mbyllur, madje me beton, madje po ngrihet një mur i lartë sa një nga këto pallatet që mbijnë nëpër Tiranë sot, me thepa pa thepa, me lule pa lule, të vetmit që kanë gjithë këto barriera jashtëzakonisht shumë të larta janë shqiptarët. Pra, shteti shqiptar sot në kontrollin e Parisë së Tiranës, e cila është shërbëtore e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, i shërben vetëm një interesit të mbajtjes së pasurive të tyre dhe të shumimit pasurive të tyre, ndërkohë që ka vetëm një armik, dhe ky armik është populli shqiptar. Ky është thelbi, a i shiten të huajve, po pa dyshimin më të vogël, i shiten të huajve prurësit më të madh, jo më të parë, po prurësit që sjell më shumë para i shiten këta, dhe janë shitur shpesh herë dhe e kanë shitur Shqipërinë disa herë, dhe jo vetëm qeveria aktuale, se duhet jemi të qartë dhe të sinqertë me njerëzit, të gjitha qeveritë e kësaj parie e kanë shitur interesin kombëtar për, siç thuaj një herë një kohë, për 5 parë spec. Nëse këta e kanë shitur, shqiptarët i kanë pranuar për arsyet e veta, tani ka ardhur koha që fika do të ndeshin në një send fort. A do të jetë kjo kocka e shqiptarëve apo do të jetë refuzimi i tyre, kjo mbetet për tu parë shtator. Zoti Roy, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës amerikane në Tiranë kanë dhënë një mesazh sipas të cilit
çdo kush që ka cënuar sigurinë kombëtare apo ka kryer vepra të tjera të caktuara do t'i anulohet viza amerikane, pra nuk do t'i jepet vizë. Në këtë rast, nëse marrim parasysh Edi Ramën, i cili ka disa çështje, përmendim këtu rastin e Charles McGonigal, ku në një farë mënyrë ka cënuar sigurinë kombëtare, a mendoni se edhe ky mesazh në këtë rast është edhe një adresim për vetë kryeministrin e Shqipërisë? Ky është një adresim për gjithë ata që janë të përfshirë në interesa kriminale dhe të cilët përdorin afërsinë që mund të kenë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i kryer këto veprime kriminale. Kryeministri nuk është i vetmi që e ka të vështirë udhtimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë që edhe i jashtëquajtur kryetari i opozitës mbetet non grata pavarësisht se e ka mundësinë për të kërkuar vizë. Se nuk ishte hequr non grata, pavarësisht gënjeshtrave, rrenave pafund që ai thot, po ato i thot për katunarët, se katunarët aq e kanë duan me ndigjuj që ky ju a thot si gjithmonë, mirë po tani i ka rënë besueshmëria se katunari shqiptar beson herën e parë, po herën e dytë pastaj po e gënjeve e ka çik më të vështirë dhe të shef, pavarësisht se nuk përgjigjet, të shef dhe thot po dhe me veten e vet Zoti e di se çfarë mendon. Po të dalim përtej kësaj. Kryeministri ka 4 çështje të hapura. Kryetari i jashtëquajtur kryetari i opozitës ka dhe ai problemet e veta, çështjet e veta të hapura në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës tani më do t'i thonë haptas dhe qartë gjërat për shqiptarët, sidomos me ardhjen e ambasadorit të ri, dhe nuk do të ketë më dyshje, ose do ketë më pak më dyshje, sepse në diplomaci gjithmonë përdoret edhe gjuha e dyfisht, por do ketë shumë më pak më dyshje, dhe me me vjeshtën e re që po vjen dhe me administratën amerikane e cila po e qartëson pozicionin e saj ndaj tyre, Paria e Tiranës e sheh që nuk ka më shpëtim që mund t'i vi nga të qenit garantor ose garanci e stabilitetit në Shqipëri. Sepse këtë punë ka përdorur Paria e Tiranës, këtë punë po përdor Edi Rama ose po përpiqet përdor, këtë punë ka përdorur Sali Berisha në theshtatën, këtë punë kanë përdorur gjithë këta. Gjatë luftës në Kosovë, Fatos Nano, Ilir Meta, Pandi Majko, gjithë kush ka qenë kryeministër, kjo ka qenë mënyra se si ata janë përpjekur që të përdorin stabilitetin e Shqipërisë për me nderën e tyre. Unë nuk mendoj që këtë herë do t'i funksionoj. Unë mendoj që këtë herë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të qarta, por le të mos harrojmë se njerëzit kanë këtë perceptimin që let vit na shpëtoj, pse s'na shpëton Amerika, çka ka bë Amerika për ne. Nuk të shpëton Amerika nëse ti rrin divan. Edhe shef ato emisionet e të mërshme të darkës, ku flitet për gjithçka vetëm se jo për interesin e shqiptarëve. Ku dalin ca personazhe të fryrë, të pafryrë, të cilët flasin për gjithçka që mendojnë ata se e din dhe nuk flasin për asgjë reale që ndodh në shtetin shqiptar. Nuk të shpëton Amerika nëse ti lejon që jetosh si skllav, nëse ti mendon që jetosh si skllav, se ke një shtëpi, se hanë e pin edhe bën ca punë tjera ndarge, mjafton. Nëse ti sillesh si skllav, nuk vjen njëri të shpëtojë. I vetmi shpëtim për shqiptarët do të jenë në gjykimin tim shqiptarët. Nuk mos prisni të vit na shpëtoj Amerika, nëse shqiptarët nuk e tundin me nderen nga divanet, nga tavolinat e kafeve dhe nuk arrin ta kuptojnë që duhet rebelim qytetar, të gjitha të tjerat janë thjesht kontorno dhe nuk kanë për të qenë, nuk e zëvendësojnë dot mishin. Nuk e zëvendësojnë dot mishin. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit ju, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.